Gjuetia e peshkut me anë të lëndëve plasëse në gjirin e Vlorës ka shkaktuar shqetësime të mëdha për ekosistemin detar. Përdorimi i lëndës plasëse si në rastin e shpërthimit në gjirin e Shënjanit ka dëmtuar rënd, faunën dhe florën në ujore. Kjo metodë jo e qëndrueshme ka sjell ngordhjen e shumë breshkave dhe specieve të tjera detare. Ambientalisti Niko Dumani thekson se përdorimi i lëndëve plasëse për gjuetin e peshkut jo vetëm që është i jashtëligjshëm, por shkakton edhe dëme të pariparueshme. Përveç ndotjes dhe humbjes së habitateve, tani edhe shpërthimet e dinamitit po ndikojnë negativisht në popullatën e saj. Problemi i parë është që praktikohet një veprimtari jo ligjore, dhe së dyti që në rastin e breshkave, sidomos përllojnë kareta, ka një problem të madh sepse ato janë në një stat ruajtje ose të rrezikimit të saj, në një shkallë status të caktuar. Kareta nuk riprodhohesh në brigjet tona. Është një nga rastet më të mira që këto vitet e fundit ajo riprodhohet dhe në brigjet tona. Ka shumë lloje gjoti që janë të palishme me shkelje ligjore. Dhe bara më e madhe i bie disa institucione siç është institucioni i inspektoriatit. Është histori e vjetër përdorimi i dinamitit dhe fatkeqësisht ajo po vazhdon akoma. Sipas ambientalistit, gjiri i Vlorës është një nga zonat ku breshkat kareta folezojnë dhe riprodhohen. Nëse kjo situatë vazhdon pa masa të rrepta mbrojtëse breshka kareta e cila tashmë është një specie e rrezikuar, mund të zhduket nga ujërat e gjirit të Vlorës, ndërkohë që nga institucionet përkatëse nuk është marrë asnjë mas.